Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani, Vizra dhe Visarit Tetov. Tetova sonte me datë 12 të mujt 11 të vitit 2025, vit që po e lëm pas. Nuk është e qetë. Gumzhin kafenet, gumzhin lokalet e qajtorëve, gumzhin edhe popullata. Ajo që është çmuar dhe çmohet me vitet e tëra, ndërshekuj, plus parku i saj u bë aktual sërish. Bëhet fjalë për parkun në afërsitë të xhamisë së larme. Ky park nuk është nën kontroll të xhamisë së larme, por sipas asaj që qarkullon kohëve të fundit, del se është pronë e komunës, apo më mirë të themi pronë e Republikës së Maqedonisë, parku. Parku përfshin një hapësirë prej 5043 metra katror. Parcela mban numër 7954 në zonën e quajtur Tetova D. Ka dhe numër flet pronësie 38195. Dhe ajo për cilën po bisedohet është lokali i vendosur, i montuar në hyrje nga pjesa ku janë tualetet, në afërsitë të xhamisë së larme. Pra mos harrojmë, tualetet ishin meritet e Arifit. Ajo në thojsa sikur solli një investitor nga bursa Turqie. Isha ditë prezent viteve 2021 dhe kurrë. Dhe çfarë ndodhi? Është koha e Bilal Kasamit në pushtet. Ky tipi ishte kundër barakave. Pra, Bilal Kasami ju as këtë forit, e keni dashur ja të e keni votuar, dhe nuk keni pse kundërshtoni. Unë nuk ja kam dhënë votën, kam qenë hapur për Bajram Rexhepin. Nuk e kam fshirë, por ju që e keni fshirë tash pse reagoni? Parku në afërsitë të xhamisë së larme. Sonte është parë duke u montuar një lokal. Përflitet se lokali përmba 6 deri 9 metra apo 8 metra s'është rëndësi. S'keni pse shihni kanë mbetë parkut edhe 5035 metra katror. Po bëjmë humor anglisht në qendër të Tetovës. Ndërsa xhamia e larme ka numër parcele 7970. Apo e përsërisim edhe një, nuk e ka në kontroll parcelën numër 7954, ku është parku. Shtrohet një pyetje tjetër. Ju ndjeni vetën të befasuar, unë jo. Gjatë gjithë kësaj kohës, nga 2021, kur është Bilal Kasami, jam duke përcjell dhe nuk jam duke befasuar me atë që ka ndodhur. Sepse shumë hapësira gjatë kësaj kohës të quajtura vakëfe, apo më mirë të themi të falura nga njerëz besimit musliman, nuk janë. Dikush i ka marrë, dikush i ka ndërtuar. Nuk do flasim për monopolin, sepse është tragjedia më e madhe kulturore historike e këtij populli në Tetov. Nuk e di pse ja falë. Unë jo, ju mbase po. Atë nuk keni të drejtë të flitni. Më ka rastisur këtyre ditëve që të hetoj dhe hulumtoj dhe pjesë të tjera që janë hapësira gjelbrime, sigur ato përballë ndërmarrjes publike ujit në Tetov tek ura e Gurit, ku veç më janë caktuar përballë numrat e parcelave, që nënë kupton se një ditë pas edhe mund të privatizohet. Sepse është pronë e Republikës së Maqedonisë, apo thënë shkurt e komunës së Tetovës, dhe çfarë duan bëjnë. Pra, mos u çuditni nëse një ditë bëjnë si këpurdhat lokale, ndërtime, kështu me radhë. Pra edhe një herë, Bilal Kasamin e keni kërkuar, ja të e keni, ju as këtë forit. Unë jam Mesut Shabani, pra ky është fillimi i një podcasti. Dhe dëgjojmë edhe herëve të tjera. Pra, Mesut Shabani, Radio Visari, podcasti.